Është këtu do ta zgjedhë komunale? Po. Po më intereson për Skënderaj. Po. Informaciona do të jetë Sami Lushtaku kandidat? Partia Demokratike e Kosovës nesër e ka konventën zgjedhore. Ne kemi pas para pak ditë mbledhjen e Këshillit Përgjithshëm. Nesër e kemi konventën zgjedhore, fillimisht do t'i kryjmë procedurat zgjedhore brenda për brenda organeve partijake dhe pastaj në mënyrë solemne ne do t'i prezantojmë të gjithë kandidatët për kryetar komunash në secilin komunë, jo vetëm në Skënderaj, por në mënyrë solemne do t'i ofrojmë qytetarëve kandidatët më të përgjithshëm dhe kandidatët më të dëshmuar që i ka tregu koha. Në bazë të opinioneve, deklaratave që i keni ndëgju dhe janë tash të ditura publike. Te edhen që dhe ka shimi veçën e ditë datën, te edhen pa do t'jetë Samia. Unë mendoj që këto duhet ta themi zyrtarisht pas konventës për secilin kandidat. Jo vetëm për Samiun. Ndryshe, unë kom pas fatin që të punoj një mandat në nivelin komunal, kur ka udhëheq zotri Lushtaku me Skënderajin, dhe mund të them me bindje të plot që ajo ka qenë periudha më e lavdishme e zhvillimit në komunën e Skënderajit. Domethënë zotri Lushtaku ka arritë që komunën e Skënderajit ta nxjerrë nga balta dhe t'ia kthej dinjitetin e nepërkëmbur për 8 vite rresht nga partitë politike të cilat qeverisnin kohë më parë me shtetin e që nuk e kthenin asnjëherë syrin ose vëmendjen nga komuna Skënderajit. Ajo çka vlen me u theksu që figura e zotit Lushtaku është një figurë jashtëzakonisht e pranuar në Skënderaj, edhe kudo në Drenicë, dhe do t'i bënte nder nëse zoti Lushtaku do të jetë kandidat për kryetar të Skënderajit.